Te selia e partisë fes nuk ka. Mirë po në njëri nga sheshet e kryeqytetit po. Ne do të festojmë në shesh, jo në trotuar. Jeni të mirësardhë. Në sheshin Skënderbeu, Albin Kurtin e pritën simpatizant, qytetar e aktivist, të cilët u ftuan për të festuar fitoren e zgjedhjeve të 7 qershorit. Urime edhe një fitore e radhës e lëvizjes vetëvendosje. Për më pak se 7 vjet, kjo është fitoria e 5 televizjes në zgjedhjet parlamentare. Në fjalimin e tij, kryeministri në detyrë tha se Kosovës i mungon funksionalizimi i kuvendit, por jo edhe kryeministri dhe presidentja. Fatkeqësisht bloku opozitar nuk shkojnë punë. Ne tjerë gjithë shkojnë punë mëngjes në det. Megjithatë, Albin Kurti bëri me dije se do të bashkëpunoj me gjitha subjektet politike pasi të certifikohen edhe rezultatet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në javët në vijim do të komunikojmë, do të takojmë e do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike të Republikës Kosovës, sepse ne e kemi para së gjithash e mbi të gjitha interesin publik, vullnetin e përgjithshëm. Urime pati edhe nga numri 2 i partisë fituese në këto zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Urime qeveria Kurti 4. Nën kryetari i VV-s, Glau Konjufca, falenderoi të gjithë për mbështetjen me theks të veçantë edhe Mërgatën. Një falenderim special për Mërgatën tonë. Nga rezultatet preliminare të KQZ-s, lëvizja vetëvendosje doli e para me 42.94%, përderisa në zgjedhjet e 28 dhjetorit, kjo parti kishte arritur 51%.